Në ditën ndërkombëtare të muzeve në Lezhë u hap për herë të parë Muzeu Arkeologjik, një hapësirë e re kulturore që sjell për publikun pasuritë historike dhe arkeologjike të kësaj zone ndërshekuj. I vendosur pranë kalas së qytetit, në ambientet e muzeut janë ekspozuar materiale dhe objekte arkeologjike të zbuluara në Lezhë, që i përkasin periudhës nga prehistoria e deri në mesjet, duke dëshmuar vazhdimsinë historike dhe rëndësinë që ka pasur qyteti ndër vite. 268 objekte. Pjesa më e madhe për tyre përkasin fondi që ka zbuluar vetë Frano Prendi, gërmimi që ka zbuluar Frano Prendi vitet 60 dhe vitet 70 shekullit kaluar. Më pas ka zbulime që janë bërë gjetje arkeologjike gjatë ekspeditave gjermane, gjatë misioneve të ndryshme, po ashtu kemi edhe disa objekte të tjera që janë gjetje rastore që mi kanë sjellur mirëbesim dhe kanë vendosur këtu, po ashtu ka edhe gërmime edhe gjetje rastore të ndryshme, se persona të ndryshme i kanë pas vullnetin e mirë të sjellin edhe i kemi inventarizuar bërë pjesë muzeu. Këtu në periudha më çose llogarizim, në periudha prehistorike, mi kemi vendosur me rend kronologjik nga periudha historike deri në mesjetën e vonë. Në ceremoninë e hapjes së muzeut ishte i pranishëm edhe Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit Blendi Gonxhe, së bashku me kryetarin e Bashkisë Lezhë Pirin Dreu, të cilët vlerësuan investimet në trashëgimin kulturore si një mënyrë për të energjizuar potencialet historike të zonës dhe për të rritur interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Për Lezhën sot, duke pas parasysh kontekstin e festës ndërkombëtare të muzeve dhe të ditëve të Europës, është një ngjarje nga më të rëndësishmet, sepse ne sot përhorim një muze dhe përhorimi një muzeu është një frymëzim shumë i madh për jetën kulturore, për trashëgiminë kulturore të Lezhës, dhe shtimi i këtij muzeu tregon se ne po ecim në rrugën e duhur. Rrugët kulturore të Lezhës janë këtu dhe ne duhet t'i energjizojmë dhe t'i bëjmë të aksesueshme për popullatën e Lezhës, për të tjerë që vinë, për turistët. Vetë historia e këtyre gjetjeve tregon që ka dhe gjurmë dhe artefakte të cilat janë natyrisht shumë të rëndësishme që t'i ekspozojmë. Gjithë vizionin ton të përbashkët ne kemi shumë të rëndësishme ndërlidhjen, pra elektrifikimin, nëse do përdorim një metaforë, të gjithë vendit me ato pikat e interesit, me pikat e eksperiencave, pra të turizmit, të eksperiencës të vizitorëve që vinë dhe që marrin gjithandej themi ngjyra, që marrin tregime, që e ndjejnë nga afër historinë dhe traditën, siç janë muzeet vegjël apo qendra të ndryshme të cilat krijojnë një interes nga. Muzeu Arkeologjik i Lezhës është financuar nga Bashkimi Evropian përmes projektit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë dhe është muzeu i dytë i hapur në qytet pas atij etnografik i ngritur disa vite më parë.